cili në dekadat e fundit ka hyrë fuqishëm në Ballkanin Perëndimor apo në të gjithë shtetet e Gatishullit Ballkanik, me theks të veçantë në Serbi, ku rreth 96% të gjitha investimeve në dekadën e fundit janë të përqendruara në Serbi. Pra Serbia edhe Serbia si shtet po bën një riorientim, deri tani kishme një orientim drejt Moskës, tani duket se presidenti Vučić dhe Serbia më shumë po orientohet drejt Pekinit, dhe si themi kemi edhe një përplasje mes Serbisë dhe Rusisë, ku edhe zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme Zaharova tha ne nuk e njohim cilin Vučić ta besojmë, ai që kur vjen dhe flet me neve në Moskë apo ai që kur shkon dhe flet në Bruksel. Pra kemi një dyzim të politikës jashtme serbe dhe kemi një orientim më shumë pro Pekinit, dhe Kina ka hyrë fuqishëm dhe vazhdon të investojë fuqishëm në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Pra Beogradi tani ka zgjedh karrierën e tretë, se me 2 deri tani ka luajtur. Po, si ta zbërthejmë deklaratën e Lavrovit që thotë jemi gati të flasim me Trumpin për Ballkanin? Për çfarë do flitet për Ballkanin? Ju ku mendoni ku do të dalë në këtë pikë ai? Po mendoj se duke marrë parasysh zhvillimet që po ndodhin në Ukrainë dhe shihet që interesi më i madh i Rusisë është në Ukrainë apo në Evropën lindore, për shkak se mund të themi se Ballkani vetëm sa e ka humbur, duke marrë parasysh se të gjithë shtetet e Ballkanit në përjashtim të Bosnjë Hercegovinës dhe Serbisë janë të gjithë anëtarë të NATO-s. Pra Rusia nuk ka se mos çfarë kërkon dhe nuk ka mundësi influencë në Ballkanin Perëndimor. Dhe ndoshta në këtë mënyrë Rusia synon që të arrijë një marrëveshje win-win. Pra të lërë Ballkanin në regjimin e udhëheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe ajo të përfitojë koncesione apo lëshime në Evropën lindore, posaçërisht në Ukrainë, në rajonin e Donbasit, e cila është edhe pika kryesore e diskutimeve dhe përplasjeve mes Shteteve të Bashkuara, Rusisë dhe Ukrainës dhe Shteteve Evropiane. Ndoshta e pa kënaqur, ashtu sikur tha dhe ju pak më lart nga deklarata e Maria Zarovës, që Vučići tani kaloi tek karrika e tretë, tek Pekini. Po duhet të shohim se edhe pse kemi një aleancë Rusi dhe Kinë, përsëri ata kanë interesa të kundërta dhe përplasje, siç është Azia Qendrore apo edhe Ballkani, ku deri tani aleati më i fuqishëm dhe zëri i Rusisë në Ballkan ka qenë Serbia, por zhvillimet gjeopolitike të fundit dhe zhvillimet e luftës në Ukrainë kanë çarë atë aleancë, apo kanë thyer atë aleancë mes Moskës dhe Beogradit, dhe tani Beogradi po kërkon një aleat të ri, për shkak se në Evropë, në Bashkimin Evropian nuk i ka mbetur një aleat, nuk mund të shpresojë te Washingtoni, siç ishte edhe mungesa e ftesës për bordin e paqes. Tani Serbia po kërkon një aleat për ta balancuar mungesën e fuqisë dhe mungesën e mbështetjes së Rusisë, si në Këshillin e Sigurimit apo edhe në gjeopolitikën dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, dhe këtë largim të Rusisë apo ftohje të Rusisë po synon që ta kompenzojë me afrimin me Pekinit. Po në rajon përveç Serbisë, ndoshta mund ta zëvendësoj nëse Beogradi shkon nga Pekini? Po mendoj se Pekini është shumë larg. Së dyti, Kina ka probleme të veta posaçërisht që lidhen me Tajvanin apo edhe çështje tjera të detit të Kinës jugore. Pra interesi i Kinës ka qenë më shumë në aspektin ekonomik, për të hyrë dhe ka shfrytzuar Ballkanin për Rusinë si një trampolin për eksportin e produkteve të tyre, dhe nuk është se aq shumë ka interesa strategjike apo interesa politike këtu në Ballkan. Pra ka vetëm më shumë interesa ekonomike, kurse në anën tjetër Rusia ka pas interesa të fuqishme ekonomike dhe energjetike. Dhe në anën tjetër shifat se edhe Shtetet e Bashkuara po godasin sistemin energjetik të Rusisë, ku Shtetet e Bashkuara ka vendosur sanksione energjetike për Rusinë, për shkak se Gazprom nefti dhe Gazpromi kanë rreth 60% të tregut energjetik të Serbisë, dhe kurse pjesën tjetër e ka kompania shtetërore Nish, e cila gjeneron prej 4 deri në 6% të GDP-s së Serbisë. Dhe deri me 23 janar është afati i fundit i shtyrjes së sanksioneve, dhe pas kësaj Serbia duhet që të me çdo kusht të largojë kompanitë ruse. Dhe Serbia është në negociata me kompanitë hungareze, duke marrë parasysh edhe raportet e afërta që kanë Serbia me Hungarinë, me Viktor Orbani dhe Aleksandar Vučić. Dhe kjo do të jetë një goditje shumë e fuqishme për Rusinë, për shkak se Rusia dihet se e ka shfrytzuar naftën si mjet gjeopolitik, mjet diplomatik, ekonomik dhe mjet presioni. Dhe në momentin që Rusia nuk e ka naftën apo nuk e ka gazin natyror posaçërisht gjatësinë së dimrit, atëherë një nga levat më të fuqishme të ndikimit të saj dobësohet. Dhe derisa Rusia nuk e ka naftën dhe gazin brenda Serbisë dhe brenda Ballkanit, atëherë mund të themi se influenca dhe ndikimi i saj do të jetë shumë i ulët. Këtë vit ju çfarë prisnin
tërësi, pra në gjeopolitik. Rrezikohet NATO-ja, Grenlanda, ndoshta mund të kemi ndërhyrje në Iran, ndoshta Kina në Taiwan, mund të avancojë Rusia apo të mbyllet aty në Ukrainë. Po mendoj se viti 2020 e fundit